Të nderuar shikues, rikthyem në studio me të ftuarat e ditës së sotme, me personalitetet e ditës dhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Do flasim sot për një tjetër projekt i cili ka të bëjë me bamirësinë dhe është ky një projekt që është realizuar nga ana e shkollës fillore të Shëmshovës, të fshatit Shëmshov, dhe ne për të folur për këtë projekt më në detaje kemi nderin dhe kënaqësinë që në studio të kemi vetë arsimtaren Xhejlan Ahmeti, e cila është përgjegjëse e këtij projekti. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se ju gjetë. Dhe njëkohësisht nxënësen Bejza Sabri. Përshëndetje Bejza, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjetë. Shumë faleminderit që na keni nderuar, faleminderit që keni ndarë nga koha juaj që sot të jeni pjesë e emisionit tonë për të folur për një punë të madhe që ju e keni bërë dhe për ta promovuar bashkë këtë projekt. Faleminderit që na keni nderuar. Faleminderit edhe nga ana juaj për ftesën që na keni bërë. Atëherë të flasim pak fillimisht me që jeni përgjegjëse e këtij projekti për qëllimin e këtij projekti, për çfarë qëllimi është realizuar. Projekti Ndrysho është një projekt, domethënë që u realizu elhamdulillah nga Zoti me gjitha ato sakrificat, por ja dolëm në fund. Është projekt që është mendu gati 2 vite, që kam dashur domethënë ta bëj, mirë po derisa t'i vije dhe asaj momenti. Qëllimi ishte i gjitha asaj se mund t'u tregojmë nxënësve, mirë po edhe prindërve dhe gjithëve se çdo kush mund bëjë diçka për ndryshim. Derisa ishna në një orë, aty diskutuam me nxënësit në përhamera, të vizatojmë dorën, edhe botën e vëndum në mes, edhe vizatojmë dorën dhe çdo kush një mesazh, qoftë pozitiv, qoftë negativ në dorë, që ta shënojë. Edhe filluan nxënësit të qeshin se dora nxinte shumë pak vend, si në tabelën e zezë të klasës, si në hamer. Edhe aty u ndala dhe fillova të tregoj se çdo kush mund ndryshojë diçka me dorë. E thash, botën ne mund ta ndryshojmë me durët tona, po parasysh sa të vogla janë. Dhe aty filloi gjithçka. Shkova në shtëpi, edhe nisi komplet ai mendimi, domethënë, t'i referojmë asaj pjese se pa që të bëhet diçka. Se nxënësit zakonisht e mendojnë atë se kur u thuj se mund të bëjsh diçka të mirë, ndalen, stepen atë pjesë dhe thuajnë, mësuese shumë të vogli jemi, çka mund të bëjmë ne? Ne nuk kemi funksion shtet, më thonë jemi ala nxënës, ne i kemi vetëm këto, domethënë këto përparësi këtu që i kemi si nxënës shkollë. Mirë po, deshëm, domethënë qëllimi i asaj ishte që t'u tregojmë se edhe ju mund të bëni diçka, pavarësisht se jeni të vegjël, vetëm se a doni. Sigurisht, pra ky ka qenë ai qëllimi të cilin ju e keni pasur për ta realizuar këtë projekt. T'u tregojmë nxënësve se çdo gjë bëhet, nëse ke dëshirë dhe vullnet. Beza, nga u inspirove apo u motivove për ta realizuar një projekt të tillë apo që të jesh pjesë e këtij aktiviteti? Motivi kryesor, siç e tha edhe mësuesja Xhejlan, ishte ideja e saj dhe ne si nxënës të gjithë menduam që të realizojmë idenë e saj. Gjithashtu ne ishim shumë të gëzuar pasi do të paraqiteshim në Pallatin e Kulturës dhe këtë mundësi vetëm shumë pak nxënës e arrin dhe mendonim se kjo do jetë një ëndër për të gjithë nxënësit tjerë që të veprojmë dhe të marrin pjesë në aktivitete tjera. Përmendëm atë qëllimin e këtij projekti, po megjithatë ai inspirimi ashtu siç përmendi dhe Bejza, për juve cili ishte? Po tash vishin shumë kokë, domethënë të inspirojsh nxënësit. Pika e parë të ballafaqoni edhe me publikun. Ishte ajo pjesë e asaj. Se zakonisht në shfaqjet e shkollës kanë marrë pjesë, mirë po i kanë ato emocionet e veta. Kurse kur përmenda unë kam dëshirë që projekti të realizohet në Qendrën për Kulturë, domethënë në Pallatin e Kulturës, këto sikur krejt oj mësuese, domethënë me atë tonin pak friksos, se të ballafaqosh me publikun është publikun themi më të madh, me që në shkollë normal se familja ato krejt vini shohin edhe për shfaqjet e shkollës. Edhe desha që t'ua them atë frikën, se ku do mund dalish dhe zëni ju i dëgjot kudo. Po, edhe kjo e folura publike sigurisht që ndikon, edhe kjo puna juaj që sot keni sjellur në emision një nxënëse është një kontribut jashtëzakonshëm. Po, domethënë që Beza të mundet më andej të ballafaqohet me çdo situatë që mund t'i vijë para. Domethënë mos ketë Beza atë stresin se si do dalë në publik apo si do paraqiten para ekranit. Domethënë Beza si nxënëse normale dhe ato 15 tjera që i kishmi në projekt. Po, gjithashtu të gjitha i përshëndesim, i përgëzojmë për punën që kanë bërë, por ne kishim hapësirë dhe mundësi që vetëm një nga nxënëset ta kemi si përfaqësuesit të gjithë atyre të cilët kanë punuar për këtë projekt. Por pse titulli Ndrysho? Përmende pak më herët çështjen e ndryshimit. Po, prej kur e kam filluar, domethënë projektin, qëllimi im, domethënë, ka qenë për shkollën e riedukimit të fëmijëve. Edhe deshëm që të ndryshojmë diçka.
Nxënësve zakonisht u përmendi se nuk jam një arsimtare, do me thënë, ta mbaj orën strikt si është në libër. Zakonisht dal nga ajo pjesa. Do me thënë, i referohem më shumë asaj më që është etika, do me thënë për etikën, edhe filloj me familjen, me shoqërin, duke mbajt atë pjesën, do me thënë, të tekstit mësimor që e kemi. Edhe u thosha nxënësve se ka pat rast, kur pa marrë parasysh se sa i keq kish mund të jetë dikush, ose të keq s'ka mirë po ndryshe, ose në një rrugë jo të mirë, ka pat rast mirësia dikuj tjetër përballë, e ka ndryshuar shumë. Edhe me që e pata qëllimin krejtësisht e shkolla e riedukimit, ndeshëm të bëjmë diçka se ndoshta ato janë aty për të rieduku, dhe ndoshta kjo mirësia jonë që mund ta bëjmë ne për ato, të mund t'i ndryshoj ato. Edhe të thuj nesër pse unë mos riedukohem në vendin që jam, që nesër kur të dal, të tjera që do jenë në vendin tim, të bëj edhe unë diçka për ato. Do me thënë, të jetë si një qëllim kryesor që t'i prek edhe zemrat atyne. Edhe për atë arsye ka qenë ndrysho. Do me thënë, me dorë mund ndryshojmë diçka. Edhe mund të prishim, normale është ajo, mirë po, mendova se ndryshimin maksimal mund të arrihet çdo kush me dorë. Ne mund ta mendojmë çdo gjë të mirë ta bëjmë. Unë tash mund ta mendoj ta bëj ta vizatoj diçka, mirë po unë e vizatoj me kokën time, po pa përdor dorën është e kotë se nuk mund të ta tregoj. Në shkollë kena mësuar në klasën e 7, me që edhe projekti është realizuar me klasat e 7-ta, kena mësuar se morali është përmbledhje rregullash të pashkruara. Mirë po ka të bëjë me sjelljen e njerëzve. Edhe puna besoj ti mund ta mendojsh, mirë po patjetër që ta shkruash. Do me thonë me dorë, edhe për atë arsye të ndryshojmë çdo gjë me dorën tonë. Pa marrë parasysh se sa të vogël e kanë nxënësit dorë. Megjithatë, si ishte përmbajtja e këtij projekti, pra cilat pika u prezantuan në këtë aktivitet? Si ishte rrjedhoja? Rrjedhoja filloi në fillim duke përshëndetur prindërit, nënën dhe babain, kishmi 3 nxënës, ti nxënëse dhe 1 nxënës, që ato përshëndetën prindën, do me thonë, ma atë ndjenja se kur vim babi prej pune i lodhët prap ma përqafon, nëna tanë ditën luan rolin, do me thonë, e pastruses në shtëpi, e krit gjanave, përsëri në mbrëmje tregon rolin e edukatores për fëmijët e vet, ashtu nisi, do me thonë, edhe pastaj duku kalut ajo pjesa se jo çdo herë faji është e fëmija. Kupton? Të recitu nxënësit në atë mënyrën që edhe të bëjnë thirrje prindërve, se ne këtu jemi, duhet ju të na përkrahni. Duke parë, nuk kemi marrë prej dikun pjesë, ka qenë skenar që jam mundu ta shkruaj vetë, mbas të emocioneve dhe kohës që jetoj. Do me thënë u paraqiten në skenë nxënësit? Po, nxënësit paraqiten në skenë, çdo kush ka pat pjesën e vete, 3 nxënës fillim paraqiten në skenë dhe pastaj këto tjerët çdo kush pjesë, nuk i kam ndajt unë, vadhash skenarin, thash ndani vetë ashtu si e mendoni ku e gjen veten, te cila pjesë. Edhe çdo kush e ka lexuar dhe e ka thënë unë te kjo, unë te kjo. Normal në bazë të asaj sa ka mund që të intonacionet e zërit, ato gjana, do me thënë krejt se si shkojnë në projekt. Dhe pritshmëritë tuaja ishin ato, do me thënë rezultati final ishte i bukur, i kënaqshëm? Të them të drejtën, jo se e prita edhe aq shumë. Se ishte hera e parë që marrim pjesë si shkollë, do me thënë në pallat, më përpara ka pat diçka mirë, po jo të këtij lloji. Edhe kështu që mendojsha se thosha nxënësve do të ketë shumë, por unë në kokën time thosha nuk e di, a do vjet dikush t'i shohë, mos më demoralizohen nxënësit. Edhe ajo është kur do shofi se nuk ke publik, këto demoralizohen, se ajo hapësirë e madhe, normal se e kërkon atë kënaqësinë ta shofish të mbushur. Po, sigurisht, po. Mirë po, kur momentin që filluan të vinë njerëz, edhe e shofim se vetë se shkon të mbush, vërtet unë gjem shumë të kënaqur, isha shumë krenare për atë që kam bëj, edhe pse normal se ka pas lodhjen e vet. Sigurisht, megjithatë në fund ajo ja vlen që të lodhesh për diçka të bukur. Po, në fund ja vleti ajo që di vite do me thonë edhe me menten duke e mendu edhe me punë se kërkonte tash angazhimin e vet, mirë po jemi të kënaqur me atë fundin, dhe me thënë që e pa.
Beza, ti sa je e kënaqur me këtë aktivitet, cilët kanë qenë pritshmëritë e juaja? Të them të drejtën, unë bashkë me nxënësit e tjerë, mendimet e tyre, nuk e kemi pritur se do dale aq bukur. Kemi menduar se është një projekt domethënë i mirë, po se do dale aq mirë në fund, nuk e kemi pritur këtë. Dhe u nda të kënaqur në fund? Po, shumë. Shumë të gëzuar, prindërit, familja si u priti? Të gjithë priti? ishin shumë të gëzuar, me komentet e tyre të mira dhe ne ishim gjithashtu vetë të gëzuar. Po publiku si e priti këtë çfarë? Edhe publiku e priti mirë këtë, ne morëm komente të ndryshme, gjithashtu edhe unë si moderatore kam kaluar pjesën më të madhe në skenë dhe aq se kam parë prej publikut, të gjithë kanë qenë shumë të gëzuar, edhe pas përfundimit të projektit kam marrë shumë komente pozitive, si për vete ashtu edhe për të gjithë pjesëmarrësit që morën pjesë në program. Po. Arsimtare, të na flisni ju pak për atë se si publiku e priti këtë aktivitet, i mundan të kënaqur, shoqëria, prindërit e nxënësve, çfarë komentesh kishit? Sa për publikun jam shumë e kënaqur, posaçërisht i përshëndes shumë në fillim familjarët, sa ato nuk na lan vet. Do të thonë ato ishin krejt të gëzuar se fëmijët marrin pjesë në një aktivitet të atill, dhe aty e pash se çdo kush ka dëshirë që fëmia të bëjë diçka, vetëm duhet dikush të merr guxim. Edhe thash nga publiku unë ndjeva shumë e kënaqur, ajo brohoritja atyre se duart rokitja edhe bravo, ju lumt, ajo na jepte shumë energji pozitive që ne emocionet tash dolën në atë pjesën jo të frigës, po emocione gëzimi. Po, dhe kjo ishte shumë e bukur. Ajo ishte, po, një kënaqësi shumë e madhe për neve. Me qenë se Beza ka qenë moderatore, po kush ishin pjesëmarrësit e tjerë? Përmendëm 15 nxënës që kanë marrë pjesë. Po, ka hap emisionin, do me thënë 3 nxënës, klasës 4, Venisa Afeti, Rona Fazliu, Amër Ameti, Amrin e kisha djalin timin, prej Xhepçishtjes, mirë po e mora në program, dhe pastaj vazhdojnë nxënëset me emra gjitha. Elsa, Demi, do me thënë Rina, Medina, Leandra, ti përmendim këtë tash. Po që të mos harrojmë ndonjë, me qenë se filluam me emra. Urtina, Melika, Eda, tjera, klasës 7-1. Ailini, Aulona, Arneta ka qenë gjithashtu, Denisa, po Ajana, edhe Fjolla, Shingjili, Anida, këto do. Po duket u bën 15, ashtu siç i numërova unë. I përshëndesim të gjithë dhe i përgëzojmë për këtë iniciativë, për këtë aktivitet, dhe urojmë që në të ardhmen të kemi dhe ato pjesë të emisionit ton, ashtu siç përmenda më herët, që kësaj radhe kemi mundur vetëm një nxënëse si përfaqësuese e të gjithë këtyre nxënësve të jetë në emision. Po megjithatë Beza na fol pak për rolin tënd, ke qenë moderatore apo? Po. Unë do me thënë, mendoj se kisha një detyrë shumë të rëndësishme në këtë program, isha moderatorja, përveç kësaj kam pasur edhe punë kor, kam marrë pjesë aty, edhe bashkë me nxënësit tek mesazhet që i kemi thënë, kam marrë pjesë aty. Do me thënë, në përgjithësi kam qenë moderatore, kam marrë pjesë tek nxënësit dhe në kor. Do me thënë ke pasur më shumë role, tash edhe në emision të është shtuar edhe një rol tjetër, po megjithatë çdo njëri rol e bën me krenari dhe shumë bukur. Se dhe shprim shumë sukses edhe në të ardhmen, Beza. Është ky aktiviteti i parë që është realizuar, apo keni realizuar edhe më herët aktivitetet të tjera? Jo, ky është i pari, do me thënë që është realizuar, kësaj natyre, por shpresojmë. Aktivitetet tjera, do me thënë të natyrave tjera, nuk ka pasur më herët, na flisni pak për përvojat e mëhershme? Mendoni shkolla si shkollë? Si shkollë, po edhe ju si organizatore? Unë si organizatore jo, nuk kam pas, përveç asaj pjese që gjatë Ramazanit, gjatë muajit të Ramazanit, me nxënësit organizum një projekt, shkolla në Ramazan, mirë po e realizum në xhami. Ashtu kishmi dëshirë, edhe ai ka një projekt, do me thënë ishte një projekt vërtet i mirë, që ngelen të kënaqur shumë prindërin nga ajo pjesa, edhe ati nxënësit vendosën vetë çdo kush ka pas dëshirë që të thotë, nuk desha që ishin me që agjerueshëm gjithë dhe nuk desha që aprish jo ti nuk je për këtë ose je për këtë, thashë çdo kush si ta ndjeje më të përshtatshme për veten e vete, ashtu le ta mësoj atë pjesë, dikush kish marrë poezi, dikush kish marrë ilahije, edhe realizuam mendoj atë projektin ashtu në xhami. Mirë po kështu projekt madhështor, jo, është here e parë une, flas për veten time që e bëjmë.
Projektet shkollës ka pas, edhe shkolla çdo vjet organizon, në çdo fezë, do me thënë shkolla si shkollë organizon projekte mirë, po që mbahen brenda objektit të shkollës. Ti Beza ke marrë pjesë në aktivitete tjera të mëhershme, ke përvoja eksperienca të mëparshme të aktiviteteve të tilla? Jo, edhe unë gjithashtu, siç e përmendi edhe mësuesja Gjilan, aktivitete më të mëdha se ky projekt i ndryshon nuk ka marrë pjesë, mirë po aktivitete më të vogla brenda shkollës po. Si për shembull, një herë organizuam një projekt i titulluar Tetori Roz për hir të grave me kancer të gjirit. Një herë bëm një projekt kundër pijeve energjike. Këto kemi edhe projekte tjera që kemi marrë pjesë, mirë po më të mëdha se projekti ndryshon nuk kemi bërë. Por do të marrësh pjesë, mendon të marrësh pjesë në të ardhmen? Po, sigurisht, sepse dua të jap kontributin tim dhe dua që të jem pjesë e ndryshimeve pozitive në shoqëri. Arsimtare, në të ardhmen, mendoni të realizoni projekte të tilla? Ky projekt për shembull a mund të jetë tradicional që çdo vit ta realizoni ose aktivitete tjera edhe më madhore, edhe më të rëndësishme? Me shumë kënaqësi, duke parë se çfarë, domethënë nxënësi çfarë energjie patën derisa e bëm këtë projektin, edhe ishin të afta që t'i dalin zot asaj pjese që të ta zotronin, domethënë pjesën që e përcaktuam për veten e vete, mendoj se po, me këto nxënës, me nxënësit që i kemi gjithë si shkollë, ma merr mendja që kudo që të futemi, besoj se ja dalin bukur. Kjo është shumë mirë, një motiv shtesë për nxënësit. Po megjithatë, për të realizuar ky projekt, a ju kanë përkrahur, mbështetur, ndihmuar? Po, ta jo pjesë, dhe me thënë që në fillim i kam tregu drejtorit të shkollës, normal se duhet patjetër që të konsultohemi se unë përfaqësoj shkollën. Sigurisht, po. Nuk ishte një projekt që është bërë vetë në emrin tim personal, por ishte diçka që përfaqëson një institucion. Bisedova me drejtorin, i tregova qëllimet, ja tregova skenarin, edhe më tha, Gjejlan, jam i kënaqur, vazhdo. Dhe me thonë, na kem brapa. Po. Pastaj edhe me arsimtare gjithashtu, ndër arsimtare që kam pas çdo herë në krah, kam pas Valmira Abazin, që e përshëndes shumë, nuk më ka lënë vet asnjëherë në çdo gjë, me që kur vim fundi, normal se filloj stresohesh edhe çdo gjë nuk mund të kujtohet, atë kam pat si ashtu si ndim se kjo duhet bëhet, kjo duhet bëhet. Do me thënë se pa që të reke që të kesh mbështetës. Kolegët në maksimum më kam përkrahur, çdo kush ka dhënë komentet e veta, ose çdo kush ka dhënë ideat e veta, Gjejlan është mirë të bëhet kështu, është mirë kështu. Qëllimi ishte do me thënë që të bëhet në ora 8 të filloje, mirë po kisha një kolege që më tha, mos e ke vonë, edhe unë e mendova, thash mire ka, e bëm 6. Edhe ju thash, ju lutem gjitha nga një fjalë të mirë në favor të projektit, se unë tash ndjem pak si e hutuar edhe i kam haru gjitha të pjesët, se është lodhje. Sigurisht, edhe stres. Si që i ke stres, tash si do del, i kisha gajle nxënësi, do me thënë se edhe këto e kishin stresin e vetë. Do isha këtinet ju jap një kuraj, jo, s'është kur gjon, në atë pjesën time edhe unë e përmbrenda i kisha ato emocionet e mia, mirë po, pa mbështetës nuk kishna mund që të mbrim këtu. Edhe normal, kur e lansum, do me thënë, atë në projektin, më vjen një telefonat nga arsimtarja Gjemazien e Ziraj, është në shkollën Liria, klasat e 3-ta, jena njoftu rastësisht, edhe më thot Gjejlan, përshëndetje, dua që edhe unë të kontriboj në këtë projekt. Edhe unë mbeta, thash, projekti vërtet merr frymë. Do me thonë, shikohet nga gjithë, se do jetë diçka e bukur. Thash, po Gjemazie, thash, ne përveç asaj pjese që ne nxënësit, do me thonë, në skenë, do performojnë me ato pjesët e veta, me mesazhet, ne mbas projektit kemi edhe nxënësit pregatitën gjithë nxënësit, tash përshëndes nënat, sa ato më ndihmojnë shumë, pregatitën gjitha ose pundore diçka, ose ushqime, edhe vëndum një çmim, nga një çmim shumë të voliqëm, simbolik, që të mund çdo kush t'i bledh, ato shuma që do mblidhet nga ato, dhe me thonë, ti dërgojmë atje ku e kishna ne qëllimin ton që në fillim. Edhe ajo tha, në rregull, tha, unë me nxënësit e mia, me nxënësit e klasës, me thënë komplet klasën, do bëjmë edhe ne diçka. Thash, në rregull, do keni këndin tuaj që të mund edhe ju të kontriboni. Edhe ajo vërtet me një, të themi, një bagazh shumë të madh për bamirësinë, do me thënë,
që ato nona e kishin pregatit aq bukur, edhe patën këndin e vet që na ndihmu. Pastaj patëm edhe në fund një këngëtare kishte na dëshirë që të këndoj këngën Mos u aprish një lumë të ri. Momentin që e kam thirr Fjolla Jahiu, ka qenë, dhe i kam thënë Fjolla është punë për bamirësi, si mendon? Ka thënë ati jam, edhe do me thonë pa përmend diçka çmim ose unë ati jam çdo herë ku do bëhet fjalë për bamirësi, edhe falenderojmë shumë në erdhë që në fund bashkë me nxënësit kënduan këngën në skenë Mos u aprish një lumë të ri. Edhe normal gjithë tjerët firma ka pas që na kanë ndihmu nga pak, se me ushqimet e fëmijëve nuk mundëm që të arrim shumë ne të mbledhim, se bëhet fjalë për 25 nxënës që janë në shkollën e riedukimit, dhe ne deshëm që pak a shumë t'i kompletojmë nga një paku për secilin, si për higjienën, si e mendum për vete diçka, duke fillu me atlete, me çorape, një palë të mbrëmshme, një palë trenerka, edhe çdo njërit me shampo, me pasta, me furçën, krejtja ba kena bo në paketë. Do me thonë 25 paketa, edhe ati na ndihmu shumë. Na ndihmu, do me thonë, si persona do me thonë privat, kështu që kanë shti se e patëm ashtu një vend të posaçëm ku mund që të japi, do me thonë të dhurojsh. Mirë po edhe tjera që ishin ato që e panë, do me thonë programi. Po. Do me thonë, keni pasur bashkëpunimet e kësaj natyre, për shembull qendra për kulturë ose pallati i kulturës, që u ka dhënë hapësirën? Unë në momentin që e kam fillu, do me thonë, këtë projekt, kam shku te drejtori, pikë e parë, edhe dyta ka qenë drejtori i qendrës për kulturë. Dëshirojsha ta di çmimi sa kushton, si kushton, se normal se duheshet që ti planifikosh gjitha para, se pastaj ngelesh. Edhe drejtori ja jap, po do me thënë skenarin, edhe i them drejtor, kjo është projekti, për këtë arsye du ta bëj. Nuk e besova se aq mirë do na prese. E përshëndesim zotëria Arlindin shumë, na tha me që është për bamirësi, donacion e keni Pallatin e Kulturës nga ne. Edhe kështu që ajo ka një nismë shumë e mirë, se unë atëherë e mora hovin, do me thënë se paska dikush që don të bëhet diçka. Edhe me zërim, edhe komplet Pallatin e Kulturës, do me thënë si e patëm me krejt gjanat, ka qenë në donacion nga me thonë zotëria Arlindi, me thonë nga vetë Pallati i Kulturës. Me thonë, ne shkolla jonë, projekti Ndrysho, në bashkëpunim me Pallatin e Kulturës, i arritëm qëllimit në fund. Që të arrini këtë rezultat pozitiv që e keni arritur, edhe që të bëni edhe të tjerët edhe më human. Kjo ndoshta ka qenë dhe një mesazh për nxënësit që në të ardhmen duhet të jenë human, edhe bëmirës, edhe të kontribuojnë për shoqërinë dhe për ata që kanë nevojë. Po, ne çdo herë e përmendim atë, si thash. E keni dhe në lëndën etikë. E kemi në lëndën e etikës dhe patjetër i kemi që t'i përmendim ato. Edhe nxënësit tjerë të klasave 6-ta nuk desha që t'i lë pasgjë, ato në skenë u futën gjithë me hamerat, edhe gjithë shënu nga një mesazh, e pikturun ashtu bukur ati në skenë, edhe në fund nxënëset e klasës 7-8, kur e përfundun pjesën, do me thënë mesazhet gojarisht, ato u çun krejt në kam edhe me mesazhet kështu të shënume në hamera, gjithë mbajshin në dorë mesazhe, do me thënë edhe ato, mirë po, jo gojarisht, por pankartë të shënume. Shumë e bukur. Beza, sa ju përkrahin arsimtarët në aktivitetet që doni të realizoni apo që realizoni bashkë? Arsimtarët në çdo aktivitete, në çdo punë që ne nxënësit kemi dashur të bëjmë, na kanë përkrahur gjithmonë, sidomos edhe në projektin Ndrysho, ata na kanë përkrahur dhe mbështetur maksimalisht dhe jemi shumë falendërues për to. Çfarë mësove Beza nga ky projekt? Çfarë ndryshove? Çfarë dëshiron të ndryshosh në botë? Mesazhin apo çfarë dua që të ndryshoj në botë është një gest mirësie sot mund të ndryshojë jetën e dikujt nesër. Ne gjithmonë duhet të veprojmë dhe të bashkëpunojmë të gjithë bashkë që të ndryshojmë diçka. Kurse mesazhi yt për të gjithë publikun cili do të ishte? Mesazhi im për publikun do të ishte sa herë që jemi bashkë do të bëjmë ndonjë ndryshim. Të bukur në shoqëri, në jetë, në botë. Mesazhi ose porosia juaj në lidhje me këtë projekt, por në përgjithësi edhe me aktivitetet në përgjithësi që i realizoni? Mesazhi për publikun është se çdo kush mund ta bëjë më të mirën, vetëm duhet vullnet dhe punë. Asnjëherë mos mendojnë se unë nuk mundem, se nuk kam
fuqi të mri ati, jo mrihet. Në qoftë se bëhet vetë ndoshta jo, për 2, 3, 4 edhe më shumë, mund të bëjmë, do me thonë fuqia bën punë. Në qoftë se të gjithë mblidhen dhe dëshirojnë të bëjnë diçka për të mirë, besoj se ja arrin qëllimit. Asnjëherë mos ndalen në atë pikën se ne nuk mundemi. Çdo kush mundet, vetëm a don. Sigurisht, vullnet duhet të kesh dhe normale dhe punë don. Se përgjithësi duhet marrish për çdo lloj nisme që e fillojsh, do me thënë që nisish. Mirë po, asnjëherë mos jetë ajo se unë nuk mundem. Gjithë mundemi. Po mjafton të kemi atë që përmendë që vullnet dhe dëshirën për të realizuar, guximin, për të marrë përgjegjësi mbi vete. Ky është një mesazh ndoshta për të gjithë nxënësit e juaj. Kam patur si model apo si shembull një arsimtare, një përgjegjëse të projektit për të realizuar projekte të tilla, të cilat ndoshta për nxënësit mendojnë se janë të pamundura, por që ja realizohen. Edhe në fakt faleminderit që kemi njerëz të tillë, personalitete të tilla të cilët kontribuojnë për të mirën e shoqërisë dhe janë motiv dhe model edhe për gjeneratat e reja. Shpresojmë të jemi model. Unë ju falenderoj shumë që ishi sot pjesë e emisionit tonë, ju dëshiroj shumë suksese në projekte të radhës që doni të realizoni dhe faleminderit që ndat nga koha juaj për të na nderuar, faleminderit Bezës, prindërve të Bezës që i dhanë leje që sot jetë pjesë e emisionit tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ana juaj. Faleminderit edhe për juve, edhe për ftesën. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Ndëruar shikues, ishte kjo pjesa me të ftuarat e ditës së sotme. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak në pjesën e fundit të emisionit.